Besnik Bislimi do ta ketë pritur këtë ditë. Ai e ka në duar udhëheqjen e vendit, të paktën de jure, për një periudhë që nuk dihet se sa do të zgjasë. Zëvendësi Albin Kurti do ta shohë, nëse nuk e ka parë tashmë dorëheqjen e shefit të tij dhe të kolegëve qeveritar që janë zgjedhur deputet në zgjedhjet e fundit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet i certifikojë sot rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të nëntshkurtit, sipas rendit të ditës në një mbledhje të KQZ-s. Anëtarët e kabinetit qeveritar si ministrat, përveç Liburn Aliut të infrastrukturës, do të duhet të jepnin dorëheqjen dije. Kryeministri Albin Kurti gjithashtu nuk dihet ende nëse e kanë bërë këtë formalisht. Këtë procedurë parasheh ligji për qeverinë në Kosovë. Në rast se antari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqjen nga posti i antarit të qeverisë para ditës së certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, thot pika e parë e nenit 26 të këtij ligji, në pjesën që përcakton papajtueshmërinë me funksionin e antarit të qeverisë dhe parandalimin e konfliktit të interesit. Zëvendësi i Kurtit, Besnik Bislimi, do të jetë formalisht ushtrues detyre i kryeministrit derisa të zgjidhet qeveria e re. 53 vjeçari nga Bukoviku i Gjilanit, i cili vetëm pasi përjetoi emërimin në pozitën më të lartë në karrierën e tij politike, bëri emër në mes të figurave të vetëvendosjes në mas, do t'i marrë kështu të paktën formalisht frerët e udhëheqjes së vendit për një kohë të pacaktuar, me procesin e si vjetën pas zgjedhor, që është vështirë i parashikueshëm. Qeveria kështu bëhet qeveri në detyrë, siç edhe thot pika e 5 e nenit 95 të kushtetutës. Në rast të dorëheqjes së kryeministrit, qeveria në detyrë vazhdon të kryejë funksione deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Në qeverinë Kurti, 2 zyrtarit të lartë të lëvizjes vetëvendosje që merret specifikisht me organizimin e partisë për zgjedhjet, në të cilat vetë zakonisht nuk merr pjesë, i është besuar edhe një nga çështjet më të rëndësishme, dialogu me Serbinë. Gjykata Supreme të mërkurën japi rrugë certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, kur i refuzoi si të pabazuara ankesat që kishin shkuar lidhur me rezultatet përfundimtare. Eugen Cakolli nga koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim vuri në duke të mërkurën me këtë rast se kjo nuk kupton që antarët e qeverisë, të cilët kanë fituar mandatin e ri të deputetit, duhet që deri sot ose më së largu nesër, nëse KQZ-ja nuk mban mbledhje sot, të dorëzojnë dorëheqjet e tyre. Lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk i ka pranuar rezultatet e këtyre zgjedhjeve, duke kërkuar anulimin e disa votave e rivotime post për shkak të disa parregullsive që pretendon se kanë ndodhur. Partia e Kurtit ka paralajmëruar se do t'i drejtohet edhe gjykatës kushtetuese, megjithëse ankesat e tilla as nuk e ndikojnë, as nuk e vonojnë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, sipas Cakollit. Me rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve, të cilat imponojnë bisedime jo të lehta për formimin e qeverisë së re, partitë opozitare po i presin certifikimin e rezultateve, duke konfirmuar në çdo rast se nuk do të bëjnë koalicion qeverisës me vetëvendosjen. Përjashtim këtu bën vetëm nisma e drejtuar nga Fatmir Limaj, pozicioni së cilës mbetet më i paqartë. Kuvendi duhet të konstituohet pasi të jenë të certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në një seancë e cila mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve, sipas kushtetutës. Presidentja Vjosa Osmani e thërret seancën e parë të Kuvendit sipas pikës 3 të njëjtit nen 66 të kushtetutës. Nëse ajo nuk është në gjendje ta bëjë këtë, Kuvendi mblidhet pa pjesëmarrjen e presidentit.